Përshëndetje, sot kemi një unboxing nga Temu, sepse më ka ardhur një porosi në mëngjes dhe pse ora tani është 4 pas dite, por tani kam mundur të bëj video në këtu për ju dhe të hap porosin që më ka ardhur. Ndaj do ta hapim tani së bashku dhe do të shikojmë se çfarë kam bler unë. Okej, për mos të gënjur, qesën e kam hapur vetëm pak këtu. Dhe kam parë vetëm 2 qese me numër, ju betona, vetëm 2. Sepse doja që reagimet e mia të ishin surprizë dhe për ju. Prit. Tani mund ta ngrej se nuk kam është atë dhënë. Është kjo pakoja këtu. Edhe më falni për zhurmat e qeseve, por janë të preferuarat e mia. Po hap njërë të gjithë qesen, pastaj që nga pak e fort. Pastaj të tregoj qese brenda. Sa gjëra. Kush ka qef të blej kështu si mua? Si derë kështu? Wow. Mbaroj. Po vazhdoj nga kjo qesja e parë. Këtu është një batanie e hollë, unë e kam marrë që nga fiksi këta jastekët që kam këtu. Wow. Është e vogël. Prit, është kështu. Sepse e mora për të ndenjur tek divani në dimër, kur rrim të shikojmë film të televizori, edhe mund të mbulohesh me këtë. Është material shumë i mirë, i hollë. Okej, kur të shtroj këtu do të gjej shumë bukur. Me këta jastekët. Super. Kjo pakoja këtu është një veshje për zjarin. Oj, sa e bukur. Wow, që nga vetëm lush brenda. Shikoni sa e bukur. Prit, t'ju tregoj kështu. Kjo është 0 deri në 3 muajsh, nuk e di duket aty apo jo. Është kështu për në dimër, nuk e di çfarë quhen këto paliceta apo badi nuk është kjo. Dhe është vetëm lush nga brenda. Që çuni të vërri ngrohtë. Edhe kapuçi me lush, ka dhe të dyja kështu. Në fakt nuk kisha shumë besim tek këto robat për fëmijë, unë thjesht i mora për t'i bërë zjarit foto, nuk e mora për t'ja përdorur. Por që nga super. E si mos t'ja veshësh këto në dimër. Zjari këtë besoj ka fiks. Kam marrë dhe diçka tjetër në ngjyrë portokalli. Është kjo këtu. Sepse zjarit i shkon shumë portokallia, unë këta ka marrë 3 deri në 6 muajsh, po do ta shikoj çfarë prerje ka. Edhe siç po thoya, zjarit i shkon shumë portokallia dhe doja që t'ja merrja dhe këtë për të bërë foto. Kjo që nga pak e madhe, por që nga shumë e bukur. Wow. Nuk është aq e madhe në fakt, sepse mendoj se zjarri s'ka mbushur 2 muajsh akoma. Edhe në dhjetor mund t'ja vesh. Shikoni sa e bukur që është. Edhe kjo e ka. Po ta shikoni, materialin e ka super. Nuk e di, këto rrobat e Temus që kanë yll. Edhe kapuçi është shumë i bukur. Ja dhe detajet. E ku mund ta gjeja unë jo si kjo këtu? I kam marrë dhe një set për t'i bërë foto në 2 mujorit, që është në ngjyrë kafë dhe është shumë i bukur. Wow, ky është yll. Ka këtë kapelen kështu, këtë quhen bereta. Është ai stili francez që vën gocat në Paris kështu. Kam edhe unë si kjo, po e kam lënë në Shqipëri. E kam në ngjyrë vishnje, më duket kam dhe një të zezë. Nejse. Është kjo bluzja, o sa e butë. Është ky materiali
Si quhet ky? Nuk e di, po besoj e kuptoni duke e parë. Është kjo bluzja me pulle, lexon baby. Në ngjyrë bezh. Janë dhe këto paliçetat asa të bukura. Ja dhe këto paliçetat janë me këmbë si punë getash. Edhe këtu kam pulle. Është edhe ky llastiku. Janë edhe këto rripat kështu. Pra vishen bashk, vjet edhe kjo kapelja, kështu që mezi po presja vesh kur të mbushi 2 muajsh. Gjërat për zjarri nuk kanë mbaruar. Është edhe ky seti këtu, është kostum. Edhe këta ka marrë 3 deri në 6 muajsh, është me Tom i Jerryn. Sa e bukur. Është bluzë me kapuç. Edhe tutat. Dhe këto janë pak të mëdha, por që ai është në rritje dhe do t'i bëjnë e sigurt. Edhe këto janë me push brenda. Okej, temu yll për rrobat. I kam marrë diçka shumë të bukur tjetër, se që po më vjen për të qeshur kur po ja shikoj. Janë këtu. O zot. Shiko sa cute që janë. Wow. Këto janë fix për këmbën e zjarrit. Edhe duhet t'ja vesh, por kam vetëm këmishë të bardhë, më duhet të blej një palë pantallona. Kanë edhe kështu letër, pra janë të papërdorura. Shikoni sa cute. Unë kam porositur dhe 2 kapuç, dhe një e kam bërë të personalizuar me shkronjën Z, por është me gura dhe nuk mund t'ja përdor zjarrit. Nuk e kisha vënë re që ishin shkronjat me gura, po ky është shumë i bukur. Vetëm se këtë zën e kanë bërë me gura dhe me perla. Po ky është i madh, mund ta përdor vetë njëherë, ku i bën zjarrit ky? Ky është për të mëdha, e kisha parë gabim, e dija se ishte për beba. Çka sa i bukur. Edhe me zë, me shkronjën e çunit. Kapuçi tjetër është fiks për zjarrin, se është i bardhë dhe i vogël. Është këtu. Edhe kjo ka material shumë të trash. Më jepni mendimin toja, nuk ja vlen ky për 2 euro. Sepse gjithë kapuçat ishin nga 2, maksimumi 3 euro. Edhe kjo me shkronjën Z që kam bërë të personalizuar ishte 3 euro, ky ka qenë 2 euro. Që mos të marrësh kapuça të tillë, unë doja të kisha të gjitha ngjyrat. Por këtu nuk bën shumë dimër, pra nuk është shumë ftohtë. Dhe nuk mendoj se doja përdor shumë. Këtu kam porositur një set për vete. Një streqe dhe bluze. I kishte të gjitha ngjyrat, por unë doja ngjyrën e verdh. Këtë ngjyrë se më pëlqeu shumë. Edhe nuk kam në të ngjyrë, po inshallah më bën. Jo, që kanë shumë të mëdha. E se duhem provuar njërë. Duhet t'i provoj, po flas kot. Po pra e madhe që janë ka tani po e kuptoj. Ja edhe bluzja. Supozohet që të ishte me barkun jashtë edhe kjo. Të vinte diku këtu, apo këtu vjen kjo. Se do të rridhe me rulla nga që është elastiku. Edhe kjo zgjerohet kështu. Ky ka qenë 9 euro më duket. Po. Ngjyrën e pas ka shumë të bukur, por vetëm se që ka pak i madh, nuk e di çfarë mase e ka marr. Mos masa medium. I bie do të kisha marr masën small që të më bënte, por do t'i provoj prap do ta shikoj. Kështu duket edhe kostumi, është shumë i bukur, vetëm po të kisha marr masën small, këto streqet nuk do rrinin kështu me rrudha këtu.
dhe do ishin më të bukura. Bluzja ka këtë detajn kështu. Dhe kjo ngjyra është yll. Më pëlqen shumë. Këtu kam marrë një bluzë në ngjyrë bezh, është nga këto që hidhet nga këto me kapuç që rri me rrulla këtu. Prit. Duhet ta provoj këtë që ta shikoni. Po e vesh sipër kësaj. E kam veshur sipër bluzës tjetër, kam dhe flokët këtu që janë bërë një lëmsh. Mund ta mbash edhe kështu, po të duash, por unë dua që ta mbaj kështu, sepse është një lloj mode kështu. Dhe me syze. Veç duhet të rregulloj flokët. Të vë edhe syzet. Edhe ngjanë shumë bukur. Janë një par qerpik si këta, sepse po t'i blej këtu janë shumë të shtrenjtë dhe këta lloj unë kam përdorur në Shqipëri dhe blija diku tek 8.000 lek një pako, tek një faqe në Instagram dhe se janë shumë të bukur, janë nga mezi i syrit deri këtej, po deri te cepi dhe janë kështu të zgjatur, besoj e kuptoni. Janë me bishtë të zgjatur në cep. Dhe mirë diku tek 8.000 lek pakon tek kjo faqja, por kur pash, janë të njëjtët. Dhe kjo bëri diku tek 1,5 €. Mungon vetëm ngjitsi, por ngjitsin e blej këtu. Tjetër është kjo, po se di qa është kjo. Është një si letër. S'maj mund të kem porositur kështu. Është një letër ngjitse me stitch. Mos ka qenë në ndonjë dhurata, ku di. Nejse. Ka marrë një palë atlete. Wow. Atletet i ka marrë vetëm për të provuar nëse bëjnë apo jo. Këto atletet kanë qenë 15 €. Që t'i hap në vrap. Super. Janë fix si ato që pash. Edhe këtu në Ibiza nuk ka atlete me gomë të lartë si këto. Edhe unë doja një par me patjetër, sepse të gjitha ato që kam i kam lënë në Shqipëri. Dhe këtu kam vetëm atlete sportive dhe një par të tjera që janë pak me gomë, janë Adidas, që më solli mami kur erdhi. Edhe doja të provoja këto, por dhe thash nëse këto janë ashtu siç dukeshin dhe në kamerë, unë do porosisja edhe të tjera, sepse kishte super modele atlete me gomë. Edhe ishin, unë po i provoj direkt se nuk po pres dot më. Besoj se e pa se sa bukur që rrinin. Po hap tjetërn, edhe kjo është për zjarin. Kam porosit shumë gjëra për çonin. Vdeksha. Do vendosi papion. Drita vogël. Shiko sa e në 6 muajsh. Edhe kjo është shumë e bukur. Është edhe me jak, me pulle. Ka edhe një xhep këtu. Vetëm se është e hollë. Por që është shumë e bukur. Kjo është një çantë si e vogël. Ups, më ra. Dhe këtu brenda mban pecetat higjienike. Edhe i mban në çantë me vete. Edhe kjo këtu është për zjarin. Sa e bukur, o zot, sa gjëra të bukura pas ka temu.
është paliceta janë edhe këta. Me këtë arushi, por është jeans. Shikoni sa e bukur. Dhe kjo më duket ka bërë 4 ose 5 euro. Pra shumë e lirë. Kjo thot 6 deri në 9 muajsh, por që zjarit i bën kjo, se është e vogël. Ka perje të vogël. Ka marrë një klëv telefonit të zi, sepse ky që kam ka filluar të nxjihet. Që nga shumë i bukur. Do ta vë pasi të mbaroj se filmuari. Tjetër ka marrë një kështu që vendoset e karroca e baby. Tek ajo gjëja që mbahet kështu, vendoset kjo, si që është në formë kështu dredharake. Edhe ka dhe këto gjërat, këtu është pasqyrë. I hiqet kjo letra. Që dhe pak zjarit të kapi me dorë kështu dhe të lozi. Këtu është një kostum gjumi për mua. Që nga i hollë, por që nga shumë i bukur. Këta në tuta të shkurtra. Si është kjo? Që nga qeker nga truar. Po që nga kështu. Si e bukur. Dhe kjo është shumë e butë. Tjetër ka marrë kështu që quhen këto klëp për pasaportat. Shikoni pak sa të bukura. Hap edhe këtë. Ju bezdi sa me qeset e di. Një për Angelon edhe një për mua. Sa cute që janë. Okej, kjo është blerje zgjuar. Tjetër, njërës i paskarën në zemra. Janë këto kapset. Janë 4 top. Dhe njërës me këto i karën në zemra, po s'ka gjë se unë do të ngjis. Sa të bukura. Si dukajnë, ju pëlqejnë? Janë shumë të bukura. Këtu janë një palë shapka, janë imitimi agsave. Edhe këto janë për zjarin e vogël. Sa të bukura. Janë dhe me këtë elastikun që mos i dalin nga këmba. Janë vetëm push nga brenda. Poshtë janë kështu, si shapka shpije, por që kur të vesh këto ai zëvet i ka koma në këmbë, kështu që janë shumë të bukura. Këtu janë një palë shapka për mua. Unë vdes për këto shapka që janë me push, dhe pse kanë dalë nga moda. Unë nuk ndaloj kur se bleri si këto. Sepse rrinë shumë bukur në këmbë. Dhe për në vero janë yll. Shiko qa pushi që kam. Këto janë numri 38. Po, 38. Unë e kam numrin e këmbës 37, por shapkat i marrë 38 që të jenë të lirshme. Kjo këtu është një si varse që vjet në mes të gjoksit. Edhe kur vesh gjaketa ose ndonjë këmishë të hapur, kjo ishte vetëm 1 euro.
Dhe unë thash ta marr një sepse më duk shumë e bukur. Vetëm se është pak e ngatëruar. Po e bëj që t'ja tregoj se si është. Se kam edhe flokët tani. Këto dy zinxhirat kapen mbrapa. Pra kështu. Edhe kur ke këmishën e hapur këtu, kjo duket shumë bukur, sepse është vetëm e gura, në formë zemre. Shiko që shkëlqimi ka, sa i bukur. Edhe kjo për €1 ja vlen. Dhe të fundit janë këtu, janë çorape për zjarin, që kur t'i veshi, këto bëjnë zhurmë. Kur ai të filloj të lëvizi këmbët, edhe të prek këmbët e veta me këto këtu, që bëjnë zhurmë edhe këto. Kurse këto vjen të kyçi dorës. Pra kur të lëvizi kështu, të dëgjoj zhurmat. Edhe janë shumë të mira. Kemi arritur në fund të videos, edhe po më vjen shumë keq që mbaroj, doja të kisha edhe një 5 pako të tjera të mëdha. Si këto, sepse të gjitha gjërat më qelluan yll. Së bashku do të shikohemi në videon e radhës, ku është një super video tjetër. Edhe do të shihemi së shpejti, pra. Ju puth fort të gjithëve dhe faleminderit që qëndrova deri në fund me mua.